Lëvizja vendosje është deri në atë pikë, po jo edhe atë pikë. Kolegi, porno? Porno? Zoti Vonjusa, shotës keni deklaruar zoti Vonjusa, që me LDK-n keni pasur një koalicion 51 ditor, po, që vetë kandidati juaj për kryeminist ka thënë se në të ardhmen një koalicion i tillë nuk mundet me zgjat as 5 ditë. Ai keni dërguar ftesë për një qeveri 5 ditore, e para dhe e dyta atë të ketë ai kemi dërguar. E para dhe e dyta atë pat në takim ndonjë zotim mes partive politike që seanca e sotjavës, pra e datës 16 prill të jetë e suksesshme dhe të paktën të votohen kryetari dhe nënkryetari të parlamentit. Mendoj që një qeveri e ardhshme e Kosovës, kur krijohet, janë dy skenari kemi krejt. Dy skenari kemi edhe kemi një vit të demarkacionit të saktë në këtyre dy skenarëve. Ose është skenari në qeverisë të shkurt, e cila qeverisë deri në zgjedhjen e presidentit, ose është skenari i dytë i krijimit të një qeverie e cila është e aftë në zgjedhjen e presidentit. Këto janë dy skenare të përgjithshme. Cilin skenar e përshafon lëvizjave vendosje, nuk mund t'u them këtë. Se këtu nuk jam, nuk ndalë para juve si në kryetari vetë vendosjes. Këtu ku ndalë para juve si kryetari kuvendit të Republikës Kosovës. Kjo është përgjegjësia ime, kjo është detyra ime e fundit. Sa i përket mbledhjes së legjislaturës së 8 që e patëm. Unë, sa i përket kësaj detaje që shishojnë koalicionet e këto, atër duhet të venim dhe vendosje, japim atë intervjistë. Në rast se të shton me LDK, a do t'i flasë vetëm bëni për këto ndarjet e përgjithshme, janë vetëm dy mundësi. Ose do të krijohet një qeveri e shkurt, ose do të krijohet një qeveri pa gjatë e cila mund me zgjedhje. Në rast se të shton me LDK, a do t'i bëni ftesë LDK. Bëjmë me radhën fani, Marigona, lutem. Për cilave parti politike i ka vendosje votat e sigurta për me zgjedhje kryetarin e parlamentit? Bisedimet janë duke vazhduar edhe në këtë moment për po flasim, kështu që nuk dua të flas me numra, i kemi kaq, i kemi kaq. Leonita ty. Edhe një pyetje, me që i keni dërguar ftesë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ajo ka disa qëndrime dhe disa kushte për krejt partitë politike ka thënë në mesin e tyre, LDK-ja nuk i asnjë koalicion që nuk e ka postin e kryeministrit, deri ku është e gatshëm në lëvizjave vendosin këtë rast me negociu me çeve që keni po ftesë. Lëvizja vendosje është deri në atë pikë, po jo edhe atë pikë. Kolegi, porno? Porno? Zoti Vonjusa,